Përshëndetje gocaja, ku jemi nga dita e shtunë, edhe sot nuk e kam hapur kamerën fare, se kam qenë shumë e zënë, por po ikim të marrim mamen, kështu që shumë e lumtur, mezi po pres që të arrej avioni, jam gjithkohon duke e kontrolluar tek ajo flight radar, edhe shifem në vazhdim. Ciao! Përshëndetje goca, jam të aeroporti, edhe 5 minuta mame zbret nga avioni, kam ardhur më herët, edhe o zot që emocionesh. Nuk e di, nuk do e filmoj dot atë momentin që mami vjen, se normale dua ta takoj, besoj se më mirë kuptone. Edhe pastaj do filmoj normale. Ja, edhe gache. Pas ka ardhur mami bashkë me gringon. Goca, shifni pa kush ka ardhur. Kemi dalë tu në qytet sot, marrim një dy gjëra dhe në shtëpi. Mami di përshëndetje goca. Mirëmëngjes goca. Mirëmëngjes. Po pim kafën e mëngjesit me mamën. Kostumet I kemi ndruar se kjo masa lë këtu në Gjermani shumë e madhe. Mamin e kam elegante, kështu që e kam veshur unë këtë të riu. Huam për elegancë, mami. Patë që mika tani që jojmë që komentet me mamën. Puç. Qin qin. Përshëndetje, po dalim xhiro tani. Nuk e dim se nga do ikim, po do ju tregojmë. Ja dhe mamën së fond. Përshëndetje goca. Ja pra duke vizituar Hamburgun me mamën. Mami që po eksploron kullën. Jemi ma kumbi. Hama, si të duket? Ja dhe pema. Das Weiße rein. Mami si duket. Salam. Kështu la menduar edhe unë fillim. Specialiteti I Gjermanisë, salam. Gëzuar. Gëzuar.
gjyshi sa po kaloj, por unë nuk po e shoh më, sepse nuk e pash momentin e parë, edhe këtu është plot me njerëz, është shumë bukur. Okej, është shumë full. Përshëndesim Florete që ka Gjermani. E kuptove mame. Përshëndetje goca, ja ku jemi nga dita tjetër. Sot është ditë e hënë, sapo ka nisur dhjetori. Gjitha gocat që do bëjmë vlogmas i uroj një vlogmas sa më të këndshëm. Për fat keq, unë nuk e bëj dot, edhe pse e kisha me dy mendje, tani e di shumë mirë që nuk e bëj dot të vlogmasin, sepse siç e keni parë nga videot më përpara dhe për gjitha ju që më keni friends në Instagram, jam rrezuar dje edhe kam vrarë këmbën, kështu që disa ditë do jem në shtëpi. Në punë nuk munda të shkoj, për në tualet po më ndihmojnë patericat, ndërkohë të këmba kam vendosur një si tip mbajtëse, mbështetëse dhe nuk më lejon që të lëviz këmbën, kështu nuk kam shumë dhimbje. Gjithashtu mami po më ndihmon me punët, me gjërat, nga një anë shoqër që është, po merr dhe keq që kaq mund të dilnim, vetëm dje. Do mundohem të dalim prap ndoshta në një ditë në vazhdim, nuk besoj se do I kem 9 ditë kështu, sepse 9 ditë. 7 ditë kanë ngelur se 2 ditë ikëm, po shpresojmë. Po rri vetëm shtrirë edhe mundësisht kam bën këtu sipër. Tani thash të bëj një video të shkurtër edhe t'ju shpjegoj pak situatën. Se çfarë ka ndodhur dhe pse nuk do dalë këtë kohë, do I kem videot më shumë ndoshta në shtëpi. Ishte shumë e vështirë të ngjisja shkallët. Unë nuk di të ecem me paterica dhe nuk e kisha menduar ndonjëherë që është kaq e vështirë. Po për shkallët ishte një tmerr I vërtet, sepse nuk e di, ndoshta nuk dija unë, ndoshta është shumë e vështirë, por mund të kem bërë atë ngjitjen e 3 kateve, ndoshta 20 minuta, diçka e tillë. Tani, unë për mbyll videon edhe do të hap prap dhe ju tregoj. Për momentin faturën e dentistës e pagova dhe po pres përgjigjen nga sigurimi shëndetësor. Për Ofentali më erdhi, jo Ofentali, sepse datën e Ofentalit e kam në shkurt, por më erdhi një letër jeshile që më lejon të qëndroj gjatë kësaj periudhe këtu në Gjermani edhe që mund të punoj ose mund ta tregoj diku ku më duhet. Burri ndërkohë po vjen nga puna se ka folur edhe do marrë letër nga doktori që të rri në shtëpi, të më ndihmoj dhe ai sepse vetëm mama ndoshta e ka pak të vështirë për tualetin, për gjëra të tilla. Dhe kjo është situata. I ka dhe shifemi në vazhdim.
Ciao! E kemi sfiduar këmbën e vrarë, nuk mund të rinim pa një kafe. Dhe kafe për të të Alexi. Shifeme, ciao! Përshëndetje goca, ja ku jemi pas 2 ditësh. Nuk kam filmuar fare pothuajse këto 2 ditë, se edhe kur kam dalë, kam qenë në Paterica edhe ishte e pamundur që të mbaje telefonin, plus që mame që më ndihmonte, burri që më ndihmonte, domethënë ishte e pamundur filmimi. Kam qenë më shumë te vizitat te mjeku, kam qenë edhe deri te puna. Për pjesën e punës shkova, e takova shefen, fola nga afër, e pa situatën edhe më tha që okej, bëj raport deri të hënën. Pastaj të hënën mbetemi në komunikim se si do vazhdosh të jesh. Më erdhi shumë keq se kishim bërë atë mbledhjen që bëhet në fillim çdo muaj dhe e kishim përmendur emrin që më kishin bërë atë mirëseardhjen, por nuk isha, kështu që më vjen pak keq për atë situatën, po s'ka gjë, shpresoj të jem tek ajo mbledhja që do bëhet për 1 vjetorin. Kur të bëj 1 vit punë. Edhe kam marrë disa letra nga doktorët që duhet t'i bëj të vizitat, janë rezonancë pjesës këmbës për të parë nëse është dëmtuar ndonjë ligament kryesor, është një recetë, plus që jam duke bërë edhe disa gjelbëra, sepse këtu gjatë kohës që ti paske këtë situatën që nuk ecën, t'japin disa gjelbëra për t'i bërë mbark, për mos krijuar trombe të pjesa që nuk ecën, të pjesa e këmbës që është e bllokuar gjatë gjithë kohës. Jam duke bërë dhe ato, po më bën burrë në shtëpi, është bërë dhe infermier këto kohë. Edhe ndërkohë burri ka marrë raport, gjithashtu ja ka dhënë mjeku për faktin se mua më duhet ndihmë dhe këtu në Gjermani mjeku nuk e di që unë kam mamen në shtëpi, po gjithsesi në disa situata më duhet mami. Po, në disa situata më duhet ndihma atij patjetër, sepse për gjitha këto vizita unë duhet t'i ikim atë, nuk mund t'i iki vetëm. Ndonjëherë të pjesa e kësaj që kam në këmbë më ndihmon ai, se mame nuk ja qëllon mirë tamam ndonjëherë. Do më ndihmosh pak mame, t'ja tregoj pak se si po e vazhdo këmbën tani. Ndërkohë, kjo është situata. Kjo më ndihmon shumë që t'eci. Kjo më ndihmon shumë që t'eci, edhe pak të do ishte e pamundur vënia e këmbës në tokë. Sot kam dalë pak edhe pa Paterica, normale me avash, me kujdes, por mund ta vë pak në tokë edhe pa Paterica. Se ditën e parë ngjitja e shkallëve ka qenë një tmerr më vete. Kemi dalë pak te Primarku, mora 1-2 dhurata të vogla, edhe te Tiki Maxi. Kur erdhi mami, e ngarkuam me kishte marrë mami tërhana e një kuti Albeni që mbaroi ajo kutia dhe pak ka ngelur. Kishte sjell risotton që na i bëri Andi, shef kuzhina Andi, ishte perfekte, edhe pse kishte ardhur në Gjermani, shija ishte perfekte. Kështu që mami ishte ngarkuar me atë çantën, se si e kishte mbajtur në për aeroport, nuk e di, po kur e morëm dorë e kuptuam se e rëndishte. Tani sot nuk e di se që do bëjmë, po pretendonim që nëse unë do ta kem këmbën mirë dhe nëse nuk bie shi, sepse sot na ka filluar dhe shiu këtu në Hamburg, nëse nuk bie shi do dilnim pak, por nuk e di se si do jetë koha. Qose do jetë koha e keqe, të pim kafe me mamën në shtëpi, si çdo mbasdite tani, se pothuajse në shtëpi, vetëm te doktori dhe në shtëpi. I thash mamës se do shpëtoje ti, thash pa shku te doktori këtu në Gjermani. Se edhe në Shqipëri unë kam patur disa komplikacione shëndetësore, edhe gjatë gjithë kohës kur shkoja nëpër spitale, nëpër doktor, fillimisht kisha vetëm mamën që doja me vete kudo. Pastaj kur u bë dhe Bruno kështu pjesë e familjes, doja vetëm Brunën me mamën me vete, vllai nuk i duron dot hiç spitalet. Babi është tip që nxehet, nuk duron kështu në radha në gjëra dhe unë doja vetëm mamën me Brunën. Edhe këtu prap kudo me mamën me Brunën, edhe madje në spitale të ditë po qeshnim se po na kujtoi kjo pjesa që
ku do në për spitalet, po e pëja shaka, po e thosha mami se do përfundosh të këtu, do përfundoj këtu në Gjermani ti pa ardhur në spital. Se të duk spitali këtu, ha? I keq. I keq. Spitalet kudo e kanë të shenjën e hidhur. Gjithsesi stafi ishte shumë mirë. Këtë herë nuk prita shumë radhë. Ty ndoshta të duk pak shumë, po nuk ishte shumë. Nuk prita shumë në radhë, ndërkohë të grafijat e gjitha më ndihmuan se unë nuk çohesha dot fare, isha gjithkohë në atë karrigen me rrota sepse këmbën nuk e vija dot fare në tokë. Fund fare mora ato patericat durat nga spitali dhe këtë të këmbës që më ndihmuan shumë dhe po mendoja si e kalon në Shqipëri kur ke kështu ndrydhje, se unë kam patur dhe ndrydhje në Shqipëri, po nuk ishte dhimbja e tillë dhe nuk ka qenë e tillë ndoshta situata, ka qenë më e rënduar këtë herë. Por atje në Shqipëri që i mbajnë jo me qep me krip, jo me akull, shumë rrallë me akull, se zakonisht me qep me krip i mbajnë, po këtu është shumë e gabuar ajo pjesa. E kam mbajtur me akull, akulli më ka qetësuar, pavarësisht se nxirja është. Edhe ka që situata, do më mbajt updateuar pastaj nëse do dalim mbas dite. Ndoshta do më rikuptoni se nuk do bëjt video gjatë kohës që dalë, sepse shumë e pamundur të bësh dhe video, çosh dhe ku do shkelësh, të kesh dhe dhimbje në këmbës, të kesh dhe patericat, por patjetër do e bëj një mbyllje për këtë vlogun, edhe do mundohem ta postoj. Ika tani, shifemi pak më vonë. Ciao! Përshëndetje goca! Keni parë jo kur jes murë? Edhe nuk të rrijet në shtëpi. Do dalim pak t'ikim ke domi, sepse ditën e shtunë mbyllet, edhe këtë vit nuk e kemi vizituar, tani të dimrit. Ndërkohë nxjerrem dhe pak mamin që ta shohë, dhe unë jam me një këmbë me atlete, me një këmbë me shapkë, duke zbritur avash. Shamas me atrohem që të rëzohem. Po, do të tregoj një video aty se bëhet bukur. I ka tani, ciao. Ja, kjo është situata për të domi. Erdhëm edhe të domi. Përshëndetje goca. My favorite one. Ma të na i tregoshi çik qa fituam. Të na i tregoshi çik qa fituam. Ja dhe baba gjyshi. Goca nga dita tjetër, atëherë tani e kam pak më mirë këmbën, e mbajt pak të në tokë pa pateric, edhe kemi ardhur po bëjmë drekën me mamën, të bëjmë makarona me karkaleta, i kemi marrë ke Lidl-i, ishën shumë të mirë, mami i ka nxjerrë nga paka, e ka larë,
Se nuk bëm vlog mame, nuk e di që duhet bëjmë vlog. E ka vënd të ky legeni, kështu nuk kam se t'ju tregoj. Atëre do skuqim hudhrën edhe me vaj ulliri dhe tek ai vaj do skuqim karkalecat. Është mami duke asistuar. Unë jam thjesht duke filmuar, mami po qëron hudhrat. Po mami i bën kështu jashtë vlogut. I bën andej në ana tjetër. Vaj në ulliri të thonë. Po. S'ka shumë. Mjaftosh. Marrim sot tjetër. Po kjo nuk është vaj ulliri. Po vaj ulliri është. Ka? Jo. Zbesoj se do më shumë se 2. Jo, më shumë sa 2 ja. Pas kam shumë vaj ulliri. Asgjë. Duke nxjerr vajin e ullirit deri në fund se nuk e kemi marrë akoma nga Shqipëria vajin e ullirit. Gjalp kemi? Jo. Ke gatuar TikTok, ti e ke fajin që s'na ke thënë që kanë mbaruar. Jo, nuk kam. Është djathtaj. Aha, po që do bëjmë neve? Ka se kanë karkalisat të ndyrë. Po, kanë. Kjo vaj tjetër. Jo vaj ulliri. Okej, të diskutojmë pak për t'i për të marrë vaj ulliri ose gjalp. Jo, nuk e edhe të Edhe të shohim. Bollë ke. Se të pjatë në bësh. Bollë është si sa është për zotin. është bollë, zemër s'ka karkalisat të ndyrë. Okej, ta provojmë qofse. Unë i shtyp hudrat. Edhe unë shtyka. I shtyp e ti? Shtypa. U dola në vlog. Përshëndetje goca, po gatuaj në Gjermani në mënyrën shqiptare. Karkalica. Më mënyrën, po s'patëm vaj ulliri, s'ka gjë, shtoj me qik vaj gjellë. Ta mbyllim tani Ne që kështu gatuajmë funksionojmë, po. Se mami ndërkohë që unë gatuaj, edhe mundohem ta mbaj videon, mami mundohet lanë, rregullon në gjë, i lë siç duhet. Kurse unë që jam mësuar në vlog, mbaroj një video, pastaj filloj me zhurmat. Më vëm kam bako dhe kështu. Në teshën që në teshën. Kështë që di ka unë nuk i mbaroj të gjithë, kur t'i mbaroj të rast. Mami. Dhe s'ki të shti? Ka le kamerën hapur? Jo. Me pak? Jo, në duhe kamerën, dhe kështë pa kamerën. Se ja ku ka një në gojon, të deklarojt aty që më ja e ngrej karkaletë. Përshëndetje goca, atyre makaronat u bën, u hëngrën, ishën bërë shumë të mira. I lumshin duart mamet. Edhe tani po dalim pak nga bashkia prap, ku është marketi Krishtlindjeve. Aty ku vrava unë këmbën, të dalim dhe një herë me këmbën e vrarë tani. Sot ndërkohë tani jam munduar, kam veshur atlete, më futëm pak për vështirësi, po shpresoj që t'i mbaj dot gjatë gjithë ecjes. Ika tani dhe do ju tregoj pamje, shife me vëvon. Ndërkohë nuk besoj se do flas më gjatë këtij vlogu, kështu që unë po e lë me pamjet, po e mbyll me pamjet. Dhe ndërkohë po ju them që gjithëve ju që s'keni bërë subscribe, ju ftoj të bëni subscribe dhe shifemi te vlogu tjetër. Mirupafshim dhe një javë sa më të mbarë. Ama da zamanı denk gelmesin. Dann müssen wir schnell hinrennen.
Thank you.